këtë pse ka pranuar pjesën? Kam pa qëndrimin e Ligës Demokratike të Kosovës, ajo që mund të ju them është se unë e mirëpres mundësinë e konsultave, cila formullë, cili opcion, tani qëndrimet ndryshojnë. Ju e dini, unë angazhohem për qeveritë opozitës. Edhe vazhdoj me mbet në këtë qëndrim, pra për qeverinë e opozitës, ndërsa jam i hapur për konsulta në këtë rast me Ligën Demokratike, me PDK-n, me partitë parlamentare të opozitës. A keni ndonjë temë tjetër? Çfarë shtyrë të pranoni këtë takimin e Abdixhikut, pasi nga të tjerët që folën edhe nga Partia Demokratike, po ashtu edhe Big Berisha nga ata që nuk është e rrugës të ketë një takim të thirrur nga LDK-ja. Tani ftesa për konsult nuk ka gjë të keqe, që të konsultohen, mund të konsultohen bilateral, pra aleancë LDK, trilateral me PDK-n, pra nuk e shoh të keqe një ftesë për konsulta për një qeveri. E thashë edhe një herë, pa të keqe, unë personalisht angazhohem për qeverinë e opozitës. Po nuk na pengon propozimi i LDK-s për konsulta për opcionin qeverisës në të ardhmen. Pra personalisht unë angazhohem për qeverinë e opozitës. Po kjo që jeni të hapur megjithatë edhe për vetëvendosjen, nëse jeni të hapur për këtë propozim të LDK-s? Ja ndryshon, jo sheni, unë deklaroj hapur që angazhohem për qeverinë e opozitës. Është një qëndrim i shprehur edhe me kohë, edhe i argumentuar shumë. Ndërsa ekziston një dallim, ne kemi autorizuar nënkryetaren tonë, që është edhe shefi e grupit parlamentar, Time Kadriaj, për konsulta me bashkëkryesuesin e seancës, në këtë rast zotin Dahari edhe zoniushën Sala Jashari, në mënyrë që ta gjejmë zgjidhjen për ngërçin në parlament për konstituimin e kuvendit. Pa nuk ka ndryshim, nuk ndryshon qëndrimi ynë çaj përket qeverisë për qeverinë e opozitës, për shumicën e opozitës, po ashtu nuk na pengon ftesa e LDK-s për konsulta për qeverinë. Po, zoti Haradinaj, zoti Abdixhiku tha që takimi ka kuptim për qeverinë unifikuese veç nëse marrin pjesë krejt partitë aty. Tash në atakim i cili synohet me qenë i përbashkët, duhet me marrë pjesë edhe lëvizja vetëvendosje. A merrni pjesë ju si aleancë në atakim ku është në tavolinë edhe LVV-ja? Jo. Faleminderit. Do të